Prej vitesh parfumi nuk është më një ekskluzivitet i shtresave të larta shoqërore, por sot shumë kush konsumon një të tillë. Ndonse i përhapur gjërësisht, kjo substancë ka sekretet e saj në përdorim. Alda, një njohëse e mirë e parfumit, pasion të cilin e ka kthyer edhe në biznes, tregon në një intervistë për atë shën disa sekrete të përdorimit të substancës aromatike dhe për të e rëndësishme është të dish ta respektosh. Parfumi është diçka që në anglisht nuk thon hodha parfum, po thon vesha parfum. Kështu që parfumi të përfaqëson aq sa të përfaqëson një veshje. E mira është që një femër të di çfarë parfumi të hedh, me qëllim që të mos i bezdisë të tjerë, mos krijojë një përshtypje të gabuar dhe parfumi të bëhet si era e lëkurës pak a shumë. Është nëse është një femër zakonisht potente, atëre i rin shumë mirë parfumet e rënda. Por nëse femra është e imët, e vockël, atëre nuk do t'i rekomandoja një parfum të rëndë. Domethënë duhet ta ndash. Nëse jemi shumë njerëz, është e mira që parfumi të jetë i freskët, mos jetë parfum i rëndë. Nëse se je në një darkë veti dytë, atëre është e mira që të jetë parfum sensual, të jetë një parfum të dëgjohet, por të jetë i ëmbël dhe sensual, është shumë mirë. Tashmë parfumi është kthyer në një produkt të rëndësishëm, jo vetëm konsumi personal, por edhe për t'u adhuruar miqve apo njerëzve të dashur. Por jo gjithnjë është e lehtë të përzgjedhësh aromën e duhur. Bëjmë një qark të mbyllur të gjithave, domethënë, për kë e doni dhuratën, sa është shuma që doni të konsumoni, për moshën e pyesim sigurisht, arrim ndonjëherë që pyesim kur vendosim për parfum, i pyesim edhe nëse janë blonde apo brune, sepse parfumi reagon ndryshe në një lëkurë të çelët dhe ndryshe në një më të zeshkët. Nuk ka shumë bëj me ngjyrën e blondëve, por këto janë që i pyesim dhe pastaj i targetojmë aty ku pijem dakord në tërësinë e përgjigjeve. Shkon një parfum të qartë, atëherë konceptohet që është i bërë për bjonde. Ndërsa nëse shef një parfum të errët, edhe në ngjyrën e lëngut, edhe në ngjyrën e flakonit, atëherë mendohet që është më tepër tek brunat. Nëse vendos thotë unë do t'i bëj parfum, nuk ka rëndësi, atëherë ne lidhim moshën dhe zgjedhim një parfum të freskët dhe të lehtë. Një parfum i freskët dhe i lehtë i ri mirë kujdo. Ndoshta nuk do jetë e preferuara e personit, por të paktën nuk është nga parfumet që e lë mënjan dhe nuk e hedh asnjëherë. Mundohemi të mos jetë shumë i rëndë, të mos jetë shumë i ëmbël, se kaq që nuk e përballojnë dot. Pastaj po ti është ke baza i freskët i lehtë, ajo është emëruesi përbashkët të gjithë. Sipas Aldës, femrat shqiptare në përgjithësi mundohen të përshtaten kërkesave të parfumit, por ka edhe nga ato që ende nuk e vlerësojnë sa duhet rëndësinë e tij. 20 vjet përpara kur hyn parfumet e para, parfumet ndiheshin sepse ishin më të pakta, më të rralla. Tani edhe ndoshta cilësia e parfumeve komerciale ku ka rënë, por edhe ajri është më i rëndë, ka më tepër smog, ka më pak oksigjen, kështu që parfumi ndihet më me vështirësi. Në përgjithësi dua një parfum që ndihet. Thonë që dua të ndihet parfumi. Kur e hedh dhe eci në rrugë, dua që të më ndihet, ta ndjej dhe vetë, po ta ndjej dhe të tjerët. Akoma ka raste që nuk e din se në çfarë kategorie janë. Edhe pastaj ne i ndihmojmë duke i sprucuar disa parfume. Shohin me kë ndihen më mirë edhe zgjedhin. Shumica janë mësuar tashmë me gjëra që urin më mirë,